Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, siç duket, kanë kaluar mbi 50% të votave. Dhe kjo nuk është thjesht një fitore zgjedhore, por një moment historik për Kosovën. Për herë të parë pas shumë vitesh, një parti merr një mandat kaq të fortë nga qytetarët, pa kriza, pa incidente serioze, duke treguar se demokracia në Kosovë po funksionon dhe po piqe. Kjo shumicë absolute do të thotë stabilitet politik, më pak pazare, më shumë vendimarrje direkte, dhe kjo ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme. Nga investimet e huaja që kërkojnë stabilitet, te rritja graduale e rrogave, politikat sociale për pensionistët dhe krijimi i vendeve të punës për rinin. Sot rroga mesatare në Kosovë sillet rreth 570 deri 600 euro. Pensionistët vazhdojnë të jenë ndër shtresat më të ndjeshme, ndërsa të rinjt shpesh detyrohen të largohen për shkak të mungesës së perspektivës. Por një qeveri e fortë mbi 50% ka më shumë hapësirë të ndërhyjë realisht në këto probleme. Një faktor kyç ishte diaspora. Rreth 300 deri 400 mijë qytetarë u mobilizuan për të votuar, duke treguar se Mërgata nuk është vetëm burim remitancash, por edhe zë politik që mund të ndryshojë drejtimin e shtetit. Për rajonin dhe Ballkanin, kjo dërgon një sinjal të qartë. Qytetarët po votojnë për sovranitet, luftë kundër korrupsionit dhe politika më të pavarura, gjë që mund të ndikojë edhe në raportet me BE-n dhe fqinjet. Pyetja e madhe tani është: a do të shndërrohet kjo shumicë në rritje reale të mirëqenies, apo pritje do të jenë më të mëdha se mundësitë? Një gjë është e sigurt: vota mbi 50% ndryshon rregullat e lojës në Kosovë. Çfarë mendoni ju? A është kjo një shpresë reale për rroga më të larta, më shumë punë dhe më pak ikje të rinisë, apo thjesht një tjetër kapitull politik? Shkruani mendimin tuaj poshtë.